Në mesnatën e kësaj të hëne ka nisur një greve gjerë në aeroportet gjermane, e cila do të zgjasë për 24 orë, duke ndikuar ndjeshëm në udhëtimet ajrore. Sindikata Verdi ka organizuar këtë grevë si pjesë e negociatave për përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e pagave të punonjësve të shërbimit publik. Sipas raportimeve, më shumë se 500.000 pasagjerë do të preken nga anulimi i rreth 3.400 fluturimeve, ndërsa aeroportet kryesore si Frankfurt, Munich, Berlin dhe Hamburg do të përballen me pezullime të shumta të operacioneve të tyre. Aeroporti i Frankfurtit ka paralajmëruar ndikime të mëdha në trafikun ajror, ndërsa aeroporti i Berlinit ka vendosur të pezullojë të gjithë fluturimet për këtë ditë. Lista e aeroporteve të prekur nga greva përfshin Munichun, Stuttgartin, Frankfurtin, Köln, Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin, Brandenburg dhe Leipzig-Hall, ndërkohë greva e sektorit të sigurisë ajrore do të zhvillohet edhe në aeroportet Wies dhe Karlsruhe-Baden. Sindikatat kërkojnë një rritje prej 8% të pagave ose të paktën 350 euro më shumë në muaj, si dhe 3 ditë pushim shtesë për punonjësit. Pala Punëdhënëse ka kundërshtuar këto kërkesa duke argumentuar se kostet do të ishte papërballueshme për komunat. Negociatat pritet të vazhdojnë më 14 mars, ndërsa një tjetër raund diskutimesh për sektorin e sigurisë ajrore është planifikuar për më 26 mars. Udhëtarëve u rekomandohet të kontrollojnë faqet zyrtare të kompanive ajrore dhe aeroporteve për informacion mbi fluturimet e tyre për shkak të anulimeve dhe vonesave të mëdha që pritet të zgjasin gjatë gjithë ditës.